Një familje paguan 500 euro qira çdo muaj dhe ndjet sikur po hedh para në erë. Një tjetër merr kredi për një apartament, paguan kës të ngjashëm, por pas disa vitesh kupton se banka do t'i marrë shumë më tepër se çmimi i banesës. Qiraja apo kredia nuk është pyetje romantike, por të kesh shtëpinë tënde është një vendim financiar që mund të përcaktojë sa liri do të keni për 10, 20 apo 30 vjet. Në Shqipëri debati bëhet edhe më i ashpër, sepse çmimet e apartamenteve janë rritur me ritme që nuk i ndjekin pagat në Tiranë, por gjithnjë e më shumë edhe në qytete të tjera. Një çift me të ardhura mesatare përballemi një tre ku prona shitet shtrenjtë, qirat rriten shpejt dhe kredia paraqitet shpesh si rruga e vetme për të mos mbetur përgjithmonë qiramarrës, por e vetmja rrugë është pikërisht fraza që duhet vënë në pikpyetje. Krahasimi i drejtë nuk është thjesht qiraja 500 euro kundrejt këstit 500 euro. Kësti i bankës është vetëm një pjesë e faturës. Prona kërkon parapagim, shpenzime notariale, vlerësim sigurimi, mobilim, mirëmbajtje dhe her pas here riparime që nuk i zgjidh dot me një telefonat pronarit. Nëse një apartament kushton 120.000 euro dhe banka financon 80% të vlerës, blerësi duhet të gjejë të paktën 24.000 euro nga kursimet. Kësaj shumë i shtohen kostot e kontratës dhe shpenzimet e parat e banesës. Për një familje që mezi arrin të kursej, kjo nuk është një pengesë e vogël, është porta e mbyllur e tregut të pronës. Më pas vjen interesi. Një kredi afatgjat mund të bëjë këstin mujor të duket i përballueshëm, por koha ka çmim. Sa më i gjatë afati, aq më shumë rritet koha totale që i paguhet bankës. Një kredi për 25 ose 30 vjet nuk duhet gjykuar nga kësti muaj të parë, por nga totali që del nga xhepi deri në fund. Nga ana tjetër, qira nuk ndërton pronësi, por blen fleksibilitet. Qiramarrësi mund të ndryshojë zonë, qytet apo banesë nëse ndryshon puna, familja ose niveli i ardhurave. Ky fleksibilitet ka vlerë të madhe, sidomos për të rinjt, profesionistët me kontrata të pasigurta dhe familjet që nuk e kanë të qartë se ku do të jetojnë pas 5 vitesh. Kredia mund të jetë zgjedhje e arsyeshme kur plotësohen disa kushte konkrete, jo kur blihet nga paniku se nesër do të bëhet më shtrenjtë. Para së gjithash, të ardhurat duhet të jenë të qëndrueshme dhe të dokumentuara. Një gës i konsumon pjesën më të madhe të bagës nuk është siguri, është rrezik i paketuar si pronë. Një prag i kujdesshëm është që kësti i kredisë, së bashku me sigurimin dhe shpenzimet bazë të banesës, të mos gëlltisë mbi 1/3 e të ardhurat neto familjare. Nëse familja ka të ardhura 1.500 euro në muaj, një barë banese prej 700 apo 800 eurosh e bën çdo problem tjetër, mjeksi, shkollë, papunësi, biznes i dobët, një goditje serioze. Kredia ka më shumë logjik edhe kur banesa planifikohet të përdoret për një periudhë të gjatë. Nëse dikush synon të qëndrojë në të njëjtin qytet për 10 ose më shumë, kostot financiare shpërndahen në kohë dhe pronësia mund të krijojë një aset real, por edhe këtu duhen hequr syzet roz. Një apartament nuk është automatikisht investim fitimprurës. Çmimet mund të ngecin, zona mund të mbas interes, ndërsa shitja e shpejtë shpesh vjen me kompromis në çmim. Parapagimi është një tjetër filtr i rëndësishëm. Nëse për ta siguruar të duhet të shteroni çdo kursim ose të merrni borxh të ri nga të afërmit, blerja nis me këmbën e gabuar. Fondi i emergjencës duhet të mbetet i paprekur. Një pronar pa para rezervë është më i ekspozuar se një qiramarrës me kursime. Shumë kredi kanë norma të ndryshme ose periudha ku kushtet ndryshojnë. Klienti duhet të kërkojë me shkrim se çfarë ndodh me këstin nëse norma rritet, cilat janë komisionet, sa kushton mbyllja e parakoshme dhe cili është interesi efektiv total. Nuk mjafton reklama me një përqindje që duket e ulët. Banka nuk është këshilltar familjar, ajo është një produkt financiar dhe llogarit rrezikun e saj. Detyra e qytetarit është të llogarisë rrezikun e vet, pa u tunduar nga premtime të përgjithshme për vlerësim të përjetshëm të pronës. Qiraja shpesh trajtohet si humbje, por kjo është një gjykim i cunguar. Edhe interesi i kredisë, sigurimi, mirëmbajtja dhe taksat janë para që nuk kthehen. Diferenca është se qiramarrësi paguan për përdorimin e një banese, pa marrë përsipër rrezikun e plotë të pronës. Për një person që sapo ka nisur punën, që mund të emigrojë, të ndërrojë qytet ose të ketë ardhura të paqëndrueshme, qiraja mund të jetë forma më lirë e mbrojtjes financiare. Edhe nëse qiraja duket e lartë, ajo mund të kushtojë më pak se një parapagim i bllokuar dhe një kredi që nuk mund të përballohet në rast krize. Ka edhe një arsye tjetër, kursimi. Nëse qiraja është dukshëm më e ulët se kostoja e plotë e pronësisë, diferenca mund të kurset ose të investohet. Problemi është se kjo kërkon disiplinë. Pa të, argumenti do të marrë qira dhe do të kursej, mbetet vetëm një justifikim për të mos marrë vendime. Qiramarrësi megjithatë duhet të kërkojë kontratë të qartë. Tregu informal i qirave i lë shumë familje në mëshirë të pronarit, rritje pa pritur çmimi, kërkesë për lirimin e banesës dhe mungesë përgjegjësie për defekte serioze. Një marrëveshje me afat, pagesa të provueshme dhe përcaktimi i detyrimeve nuk janë luks, janë minimumi i mbrojtjes. Rritja e çmimeve ka krijuar një presion psikologjik të fortë. Agjent, reklama dhe biseda familjare përsërisin të njëjtin mesazh. Bli tani, sepse nesër nuk blen dot. Ndonjëherë ky paralajmërim mund të jetë real, por po aq real është fakti se një blerje e gabuar në zonë e gabuar dhe me kredi të papërballueshme mund të kthehet në barë për dekada. Duhet parë edhe cilësia e ndërtimit, infrastruktura, dokumentacioni dhe kostot e administrimit. Një apartament i lirë në letër mund të rezultojë i kushtueshëm nëse ka probleme me legalitetin, izolimin, ujin, ashensorin apo transportin. Çmimi
çmimi për metër katror nuk e tregon të gjithë historinë. Në këtë treg, mungesa e informacionit të krahasueshëm favorizon palën që e njeh më mirë lojën, zhvilluesin, ndërmjetësin, bankën. Blerësi duhet të mos mjaftohet me fjalën mundësi e mirë, duhet të kërkojë dokumente, të krahasojë oferta dhe të llogarisë skenar të pakëndshëm, jo vetëm variantin ideal. Para se të zgjidhni bëni një simulim të ndershëm. Çfarë ndodh nëse njëri prej jush humb punën për 6 muaj? Çfarë ndodh nëse kësti rritet? Çfarë ndodh nëse ju duhet të zhvendoseni? Nëse përgjigjja është se do të merrni borxh për të paguar borxhin, kredia nuk është ende për ju. Krahasoni koston totale të pronësisë për 5 dhe 10 vjet me qiran për të njëjtën zonë. Mos harroni të fusni parapagimin, interesin, mirëmbajtjen, sigurimin dhe fondin e emergjencës. Nëse merrni kredi, mbani hapësirë për pagesa shtesë kur është e mundur, sepse ulja e principalit herët mund të kursej para të konsiderueshme në fund. Vendimi i mirë nuk është ai që duket më respektueshëm në sytë të tjerëve, është ai që nuk ju lë pa frym më datën 5 çdo muaji. Shtëpia mund të presë derisa llogaria të dalë sigurt. Liria financiare, sapo mbet, kthehet shumë më e vështirë.